Vëllezër e motra, nuk duhet mërzitena me fjalën e Zotit. Zemra jonë duhet jetë gjithmonë e gatshme me pranu fjalën e Zotit, sepse fatkeqësisht ne, kur tham ne, kam fjalën për ta ne, vujmë sindromen e deles. A dini që është sindroma e deles? Nga një herë ne ecim mastufse dhe nuk e kuptojmë që kena dalë në kalamoq. Nuk jena të najtë më në vathën e Zotit. Nuk jena në murojën e bariut. Nuk jena në më në rrugën e drejt. Pra përsëritja e fjalë Zotit. Vigilenca në fjalë Zotit. Nuk duhet jetë monotone për ne. Nuk duhet na mërzisin e kena ndihma për para këta. S'ka në i gjanë të re. Për kundërzi, këto përsëritje, këto paralajmërime na thrasin në vëmendje që ne t'jena të kthjellët, që ne të mos habitena, që ne mos flajmë si delet. Duhet jena shumë vigjilent vëllezër e motra. Si njekësit e ti, si dishepujt e ti, si bitët dhe bijat e ti, nëse nuk jena vigjilent, dhe nëse ne reagojmë në mënyrë të gabuar ndaj paralajmërimeve të fjalës Zotit, do ta psojmë keq. Dhe mund të psojmë edhe humje shumë të mëdha.